që nga fillimi i përhapjes së COVID-19 në vend, transportuesit me autobus janë duke qarkulluar me orar të reduktuar. Në ditët kur nuk kishte orë policore, linjat për transport ndërurban u zvogluan për 90%. Transporti ndërkombëtar nuk funksionoi fare me muaj, ndërsa sot udhëtarët transportohen vetëm në disa destinacione. Sipas protokollave, transportuesit me muaj kanë qarkulluar me përdorim vetëm deri 50% të kapacitetit total të autobuseve dhe furgonave. Duke filluar nga 11 gushti, qeveria ka lejuar autobuset të mbushen deri në 75% të vendeve të tyre. Si pasojë e kësaj, në 6 muajt e parë të këtij viti, vetëm 1.6 milion pasagjerë u transportuan me transportin e rregullt rrugor. Ky është historikisht numri më i ulët i udhëtarëve të transportuar dhe paraqet shqetësim të ri për transportuesit pavarësisht problemeve të cilat tashmë ekzistojnë. Sfida më e madhe për ta është konkurenca jo lojale nga taksistët ilegal dhe numri i shtuar i qytetarëve që udhtojnë me ta. Një problem tjetër është reputacioni i keq që transporti me autobus fitoi pas aksidentit të vitit të kaluar afër Laskarcës. Në aksident me autobusin e Durrës-Turrësit, jetën e humbën 16 persona, ndërsa rezultoi se fatal ishte mosfunksionimi teknik i automjetit. Shkeljet e tilla të ligjeve nga kompanitë të caktuara ka rezultuar me zemërim publik dhe frikë nga udhtimi i qytetarëve. Numri i udhëtarëve të transportuar filloi të bjerë vitin e kaluar, ndërsa aksidenti afër Laskarcës i goditi të ardhurat e të gjithë transportuesve me autobus. Problem tjetër paraqet mosha mesatare e autobuseve në vend, e cila vitin e kaluar ka qenë 18.1 vjet. Autobuset e rritur që lëvizin në rrugët tona janë rezultati i importit të automjeteve të përdorura nga jashtë, të cilat janë disa herë më të lira sesa autobuset e ri. Çdo vit, Drejtoria e Doganave regjistron disa herë më shumë autobus të përdorur të importuar në krahasim me autobuset e importuar të rinj. Ekspertët dhe kompanitë e transportit janë të vetëdijshëm për problemet e ashpra aktuale me të cilat përballet transporti me autobus. Ata sugjerojnë që për të kapërcyer problemet, autoritetet të ndërmarrin masat në vijim. Shteti duhet të vazhdojë ndihmën financiare për transportuesit me autobus, me të cilën ata do të jenë në gjendje të kapërcejnë krizën e koronës. Inspektorati Shtetëror i Transportit, në bashkëpunim me komunat dhe policinë, të përforcojë dënimin e taksistëve të paligjshëm në qytete. Qeveria të pranojë propozimin për të përfshirë subvencione në transportin publik për të tërhequr më shumë pasagjerë. Shteti të fillojë ndarjen e subvencioneve për blerje të autobuseve të rinj për transportuesit, me çka do të rinovohet flota e automjeteve.